Këtë fjalë për Xuzën, këngëtari dikurshëm njëherë është prezantuesi i njohur e pati të vështirë të përshtatej në një ambient ku shumica janë të rinj në moshë. Mu mos më prek me dorë. E filloi me Xhenetën dy javë më parë dhe po vazhdon akoma. Por këtë herë, ai theu keq rregullat e formatit duke përdorur e madje keq përdorur histori nga jashtë. Ai ja pranoi vullnetin dhe filloi muhabeti në lidhje me nënën e Fetahut, kur siç e dim dhe nga rrëfimi që ka bërë vet Xheneta. Ajo dhe vllau i saj Binjak janë braktisur nga nëna biologjike dhe të dy u rritën nga njerka, me të cilën ata i patën raportet super të mira. Produksioni vendosi t'i sfidoj me një detyrë aspekt të zakonshme, ku Xheneta u testua për temperamentin e saj, gjithmonë në kuadër të lojës. Për këtë herë producentja Olsa tejkaloi edhe të zakonshme. Nëse dëshiron ta shohësh, duhet të sakrifikosh një vlerë të çmimit. A do ta dëgjosh se çka ka thënë Xuzi për familjen tënde? Po. Nga çmimi 200.000 euro, konkurentja hoqi 10.000, ani pse kjo ka shkaktuar debate. Ja sekuenca që mërziti Xhenetën. Për me nona e kalon kër i ka pas një vjetë, mu qa. Nona e kalon kër i ka pas një vjetë, mu qa. Nona se ka do shkmineve. Banorja nuk duroj dhe debati përshkalloi, e shkoj dhe në ofendime. Ti je njeri poshtër, po m'vjen me arme për shtim ftyrë. E ti ardhe ke shonë nusën tone që ati nuk ta kom për me kërë. Se ati nuk ka thonë mu kur pa mikrofone, nuk besojshe. Për ndryshe, në Zoom ka hulumtuar dhe ju sjell informacionin që baba i Xhenetës në fakt qenë ka martuar 3 herë radhaze. Zemra do me plus. Për ndryshe, Xuzi ra shumë shpejt pishman, por ishte vonë, nga se mori kritika të shumta nga banorët tjerë, të cilët mbetën të habitur nga këto tema, ku përdoret dobësia lojtarit tjetër. Pas vra, kur nuk kisha besu që i këmë thonë që ashtu diçka mos ma kishit vida. Sepse i këmë thonë në efekt, edhe këmë harru. Po, mos të gjuj që atë? Gjatë kësaj jave dhe çifti Arion Diana janë aktivizuar, po për debate të ashpra, e sidomos me Gjestin dhe Xhenetën. Tashmë loja sa po shkon e po forcohet. Qysh për pëmi që tesh atë tokë? Personazhi tjetër që deri tani ka qëndruar në heshtje dhe tash i doli gjumi është Drilon Rama, i njëjti po aktivizohet dhe sipas komenteve të shikuesve të Bigut, po i drejt hapave të ngadalta ma të sigurt. E lojën e sigurt e ka dhe Gjesti, reperi po shijon një romancë me Xhenetën dhe paralelisht janë dy nga banorët që po atakohen më së shumti nga të tjerët. Vlen të përmendet që Xuzi ka potencuar faktin se i ka bërë gati valixhet dhe s'është në dilemë se a do ta lë garën apo jo. Kjo mbetet të shihet sonte në praj. Kështu ashtu. Dhe kush që ka shkan tjetër në përmen, veç me shku që tash me i mrena mbryk, atje dhe mi thonë, bëmi të shatë gati. Ngojnë ho. Nga këto çështje kalojmë tek vajzat e bukura të shtëpisë më të famshme në vend. Ditëve të kaluara dhe Ana e Leila i dhanë fund miqësisë. Po kur ti nuk shkan mirë me këto, që kam lidhje ane? Mua jo. Kur ti ki punë të keq me këto, una nuk përzi. Aktualisht Xheneta është personazhi që më së shumti po goditet. Ajo pati edhe momente të dobta këto kohë duke shpërthyer në lot.
si shpërprindrit e mi. Unë E me lotu bë dhe Rovena ishte një debat me saj dhe gazetarit Krasniqi. Qajo ka qarë. turp të dvi. Ja, që kjo është me jetu në emision. Po, turp. Kjo është me jetu patetike. Turp të dvi. Kulmi i patetizmit, qërë.